Gjendja ekonomike është bërë formula kryesore që shkakton pasoja nga më të ndryshmet në shoqërinë tonë. Nga ky këndvështrim, shumë e prekur është edhe gjendja shëndetësore, ku njerëzit nga mungesa e mjeteve për të mbijetuar arrin t'i dorëzohen depresionit. Nga Spitali Gostivarit, reparti neuropsikiatrik bëjnë të ditur se vetëm brenda 24 orëve për ndihmë mjekësore drejtuan mesatarisht 15 deri më 20 raste, kryesisht me simptomat të depresionit. Gati njoftojnë se kjo është sëmundje që shumë shpejt bëhet pjesë e jona dhe më pas don shumë kohë dhe durim për mjekim. Pacientët me simptomat të depresionit në të shumtën e rasteve mundohen që vetë ta trajtojnë këtë sëmundje duke marrë barëra pa recetë. Andaj nga Spitali Gostivarit apelojnë që personat e këtillë të mos tentojnë vetë ta mjekojnë këtë sëmundje, por të drejtohen tek mjekët kompetent, aty ku krahas terapisë medikamentale do të marrin edhe terapi psikologjike, e cila efekton shumë më shpejt, por asesi të mos blejnë barëra pa u konsultuar me mjekun. Të njëjtën gjë e thonë edhe farmaceutët. Nga banatorët e qytetit të Gostivarit konsiderojnë se në rritje është konsumimi i barërave për qetësim, ndërsa në vend të parë qëndron diazepami. Albert Selimi, kuadër i banatores Kenan në Gostivar, thotë se pas barërave që janë kundër dhimbjeve, të dytat me radhë për nga shitja janë qetësuesit. Pas atimve që janë për dhimbje, faktikisht analgetikët, sedativët dhe antidepresantët janë vend dytë po. Kush nga antidepresantët? Diazepamat, benzodiazepinët, leksiliumat. A ka ende tendenca nga në qytetarëve që të vinë marrin pa recetë kështu? Ka tendenca të shumta, megjithëse kanë filluar, do të thotë mjekët bashkëpunojnë me ne dhe faktikisht ajo shkon nëpërmjet recetës. Edhe Maria Mojceska, farmaceute diplomuar e punësuar në një banatore në Gostivar, thotë se më së shumti kërkesa ka për diazepam, leksilium dhe barëra të tjera për qetësim. Pa od tipot na ovje anksiolitici mnogo se trošat, kako što se sedativni lekovi, to se diazepamot, leksiliumot. Hapat e llojit anksiolitik shpenzohen shumë, si që janë diazepami, leksiliumi, heleksi, pastaj antidepresivët, si që janë asentra, deprezol, kështu që shpenzimi këtyre është shumë më i madh. Shumë qytetarë drejtohen për t'i marrë këto edhe pa recetë, por siç e dini, edhe ligjërisht e kemi të ndaluar dhe nuk ju japim. Pra qytetarët duhet ta kuptojnë se këto japim vetëm përmes fondit me recetë ose i blejnë në mënyrë private, por sërish me recetë të siguruar nga mjeku am, thot ajo. Sipas të dhënave të sigurimit shëndetësor, konsumimi antidepresivëve në nivel të shtetit gjatë 2 viteve të fundit është rritur për 2.6 milion paketime. Në kuadër të kësaj, supozohet se gjatë vitit që e lan pas, numri i recetave të realizuara kalon shifrën prej 3 milion paketime. Ekspertët sugjerojnë që pacientët me depresion para së gjithashtë të konsultohen me një psikolog i cili paraqet për krahje morale për pacientin për të dalur nga humnera në të cilën është zhytur. Madje sipas praktikave të vendeve të zhvilluara, çdo person duhet të ketë nga një psikolog që do ta trajtonte atë si mjeku nam dhe që për çdo shqetësim të konsultohet me të si formë e sigurt për të mos rënë në depresion. Në anën tjetër, raportet e sektorit të punëve të brendshme flasin për rritje të numrit të tentimeve për vetvrasje, ku vetëm gjatë këtij viti ka ndodhur me 10 të këtilla. Ndërshkaqet që përmenden tek arsyet e paraqitjes së kësaj dukurie rezulton të jetë edhe depresioni, krahas krizës ekonomike dhe problemeve të ndryshme familjare.